po jemi gati në këndin e kuzhinës. Mirëmëngjes, zonja Vjollca. Sot një ditë tjetër edhe ne si çdo ditë të anvisat për takimin ton të përditshëm. Jemi gati pasi duam të dim çfarë do të gatuajmë. Sot do të bëjmë byrek në formë puroje. Po, cigare. Po, do t'i bëjmë me 2 mbushi dhe me mish të grirë dhe me qep dhe me djath, me kopër edhe me pak vezë. Mishë do t'jenë të qishëm, për këtë nuk kam absolutisht as pak dyshime, por pas kanë edhe këtë formën e çuditshme. Dhe janë shumë të shpejta, se për herë të parë unë duhet pranoj që do skuq sot. Kemi byreçka edhe do t'i skuqim pak, por nëse është e pa evitueshme zonja Vjollca, atëherë s'kemi që bëjmë, do t'i skuqim, do të zbatojmë recetën me përpikmëri ashtu siç duhet. Njëherë në kaq kohë dhe të skuqurat, nuk do t'i përjashtojmë nga gatimet. Për të realizuar këtë recetë na duhen 300 gram peta, janë të mjaftueshme, por ne nuk mund t'i ndajmë, do blejmë një pako komplet të gatshme, 250-300 gram mish të grirë, varet sa porcione do të gatuani, një kokër qep, na duhen 2 lugë vaj ulliri fillimisht, edhe një këtu që do të hedhim në tigan 3, na duhet ujë gazuar pak, për t'i spërkatur petët. E ke përdorur ti dhe herë të tjera? E kam përdorur dhe njerë ke një byrek me spinaq, po në fund një kokër vezë, na duhet për pjesën e parë. Pastaj për mbushjen tjetër, pak djath, thëri me djathin, qik kopër, përsëri pak një kokër vezë, ndërsa në pjesën e parë do të shtojmë edhe krip dhe piper të zi. Dhe kaq është mjaftueshme. Kaq ishin të gjithë përbërësit që na duan, dhe nëse ne themi qep, atëherë themi kenvut, pasi shkojnë gjithmonë të dyja bashkë, janë një çift i pandashëm, tashmë, edhe pse është kjo një ndër pajisjet më të rëndësishme, do të thoja unë për zonjën Vjollca. Jo të gjithë janë të rëndësishme. Një ndër, tash ajo është për mua. Edhe për mua. Po këtu është për mua, është e një ekskluzive. Do t'a shohim që ta përdor jo më larg se sot. Shi, kush e di çka menduar ndonjë gjë të re. Vazhdojmë ne. Po, vazhdojmë. Qepën si e do zonja Vjollca? Të grirë shumë hap. Okej. Atëherë, nga vaji që unë kam nxjerrë në tryezë, do të hedh një lugë vaj ulliri. Shumë pak, për arsye se gjatë kohës ne do të skuqim dhe nuk duhet që të përdorim shumë yndyrë. Edhe kur të skuqim me njerë, sa po t'i nxjerrim byreçkat nga tigani, si zakonisht ne do t'i vendosim në një pjatë, në një letër kuzhine, për të thithur yndyrën e tepërt. Tashmë i kemi mësuar këto truqet e vogla që në ndihmojnë që të gatuajmë shëndetshëm, por edhe shishem edhe më së miri. Të paktën disa këshilla të tua zonja Vjollca kemi memorizuar dita ditës, duke punuar bashk, duke gatuar bashk dhe duke shijuar në fund, që është më e rëndësishmja. Pra hedhim qepën e grirë dhe do fillojmë ta kaurdisim. Nuk përjashtohet mundësia që gjatë gatimit që ne do të hedhim mishin, pse jo? Për ta bërë më aromatizues mishin, për ta bërë me forcë më të madhe mishin, mund të hedhim në vend të kripës, ose i alternojmë, hedhim pak krip dhe një pustin magi. Nuk ishte se si mos të më shkonte mendja tek ajo çfarë jep atë shijen specifike gatimeve zonja Vjollca, dhe e di që ti e preferon, kështu që na mungon mishi. Ishte mbyll dyqani mishi. Thash si na mungon mishi, të besova për një salcice të ehëvës të freskëta. I marrim, i grimcojmë, i bëjmë të vogla, i kaurdisim me qep. Ky është arti i anvisave. Kjo është fantazia e anvisave që mund të zvendçoj një përbërës me njëherë me një përbërës tjetër. Nuk kemi djath, mund ta bëjmë me gjizë. Është kështu? Do me thënë, shfrytëzojmë gjithmonë ato çfarë dhe ne kemi në shtëpi. Mundësitë që kemi në shtëpi, po s'flas për nga ana financiare, edhe kjo ka raste që mund të ekzistojë. Mund të jetë edhe menaxhimi keq i kohës, që nuk kemi gjetur pak kohë. Kemi kohë që të shkojmë dhe këto kemi në shtëpi, do t'i bëjmë ato që kemi në shtëpi. Unë këtu i kam të gjitha. Unë këtu kam dhe mishin, unë këtu kam që dhe mishin e bleke hëvëja, kam dhe salçiçet, i kam të gjitha dhe respektoj një për një recetën siç duhet. Pra, qepën e kaurdisim. Kështu që ne tani do të fillojmë përgatisim mirë për bërjen, atë që do të na duhet. Patjetër do të përgatisim mbushjen e byrekut.
Edhe për pak, këtu pastaj më ndihmon ti dhe unë vazhdoj bëj mbushjen tjetër. Përpara se unë të dal nga krau tjetër nga Shtigani me qepën, në regjia të lutem më ndihmon pak me recetën grafike për t'i parë përbërësit e byreçkave edhe një herë të gjithë në radhë kemi byreçka me mish dhe qep. Na duen 300 gram pet, 250 gram mish të grirë, një kokër qep, një got ujë tonik, 2 lugë gjelle vaj ulliri, kopër, piper, krip, piper e zi, një kokër vezë, vaj për skuqe. Këto janë të gjithë përbërësit, ndërkohë që sigurisht për këtë recetën do të shfaqim tani në ekran edhe kalorit për kace dhe janë në total për një porcion 598 kilokalori, karbohidrate janë 57.5 gram, proteina 27.5 gram dhe yndyrna janë 28 gram. Tani hedhim mishin. Po. Okej. Si që thamë, do ta hedhim një bustin magi. Si tua? Po, me qefe kemi zënjve të gjithmonë. Të ndohemi nga këto aroma dhe shije që shtojmë. Një është e mjaftueshme, Sigurisht. se do t'i hedhë edhe pak krip. Në fakt, mund të ndodhë që të na duhen 2 bustina magi në recetat tona të gatimit zënjve Vjoca nëse kemi më shumë sasi. Nëse do të kishim 1 kilogram. E qartë. Ose 1.000 mililitra lëng. Po pra, nëse do të kemi më shumë sasi, do të gatuajmë për më shumë persona. Ose 1 kilogram mish. Do të shtojmë edhe koncentratin magi. Pra, me njëherë, si që shikoni, mishin ndryshoj ngjyrë, u kap për njëherë, sepse ishe koha e duhur, kur ne mund t'a hidhnim atë. I hedhim 2 kokra krip. Për qëndë kujdeshëm ashtu si I hedhim pak piper të zi. Po. Dhe vazhdojmë përgatisim mbushjen tjetër. Mund të rish këtu të matrazo pas herë. Me kënaqësi. Për të realizuar mbushjen tjetër, do të mjaftonte 3-4 copa djath, një kokër vezë, po. Shumë pak krip, mbasi djathi ka kripën e tij, po, dhe pak kopër. Këto byreçka mund të përdoren për vaktin e drekës, në menyn e drekës, por mund të përdoren dhe një ditë në mëngjes, kur ne kemi pushim dhe do dalim, ndoshta do kthehemi vonë në shtëpi dhe ham një çik më rënd, desha të them. Kemi më shumë nevojë për kalori. Pasi kemi shpenzuar e duhet që të rikuperojmë. Sigurisht. Po zënja Vjoca, me këtë kohën me shi, po, edhe me këtë zërin tim që nuk jam kështu edhe shumë mirë. Ty zërin ta sill në Terezi, vetëm e di unë kush asil në Terezi zërin ty, po, ja ta lëroj vendin unë për njerë. Që ti të vazhdosh punën tënde. I hedhim këtu shumë pak vaj ulliri, për mbushjen e brendshme, dhe gjithçka është gati. Sigurisht ju në shtëpi do të përgatisni më shumë. Unë këtu sa për të konkretizuar një masë ose një recetë ndryshe, mjafton. Tani do të largojmë pak. Po edhe mua më duket sikur qepa me mishin kanë marrë një faqe të një trajqme të paktën. Janë shumë mirë. Ja të hedhim në një tas që të naftohen pak shpejt. Okej. Dhe do të vazhdojmë. Mbaruam këtu. Tani do të fillojmë punën me petët. Patjetër. Hedhim mbushjen në një tas dhe lëm të ftohet për 2 minuta. Më pas me njëherë këtu, do të hedhim edhe një kokër vezë. Unë tani, këtu ku kam 2 lugë vaj, do të përzjej me telin e vezëve pak ujë tonik. Ujë të gazuar. Po dhe ujë tonik mund të jetë, nuk ka fare problem. Dhe lëm këtu kur të mbarohet, e mbushim përsëri. Do të thënë vajin e ullirit me ujë tonik. Me ndihmën e një furçe, filloj dhe e shpërndaj
E lyej petën. Në të gjithë petën, po. Po. Formoj një trekëndsh. Ja. Po. E lyej përsëri. Formoj dhe një trekëndsh tjetër. Tani, gjithmonë përballë vetes do kthej jo pjesën, bravo, bazën. Po. E lyej përsëri dhe filloj hedh harxhin, mbushjen që kam përgatitur. Mbushja është zgjedhja juaj. Unë sot kam prur këto 2 receta përpara, por ju mund të zgjidhni një mbushje tjetër, Sipas dëshirës sipas dëshirës tuaj. Mund ta mbushni me qep, me domate, me lloj mbushje që bëjmë ne zakonisht byreqet në shtëpi. I kthej anët e byrekut, pra skajet, dhe i bashkoj me njëra tjetrën. Dhe filloj tani e mbledh njësoj si role. Duke këtu s'kemi oriz, kështu që nuk na bëmehet gjë, duke i futur anët dhe duke e palosur, duke shkuar kështu deri në fund. Ori do të më japi një pjatë. Vazhdoj me petën tjetër. I përgatisim një këtu. Lëre këtu pjatën. Po. Ja. Mbaj unë. Nuk ka problem. Më thyej vetëm një kokër vezori dhe ma trazon me lugën e saj, urdhro. Thyej vezën dhe trazoj aty. Që të fillojmë dhe me mbushjen tjetër. E qartë. Do me thënë, ne po propozojmë 2 shije. Po, 2 shije, ku unë e theksoj që shijet janë si pas preferencave që keni ju dhe pjesëtarët e familjes. Dikush nuk e don byrekun me mish, shumë mirë do të haj me djathë. Në shtëpi ndodh kjo me fëmijët që zakonisht nuk e pëlqejnë byrekun me mish, dhe pet pas pete ne do t'i lyejm me ujë të gazuar dhe me pak vaj, me asgjë tjetër. Pra unë po bëj 3 porcione me byrek me djathë dhe me kopër. Si aromë kopra shkon shumë me djathin, dhe me kosin dhe me kungullin. Pra i kthejmë anët, le t'jetë kështu i bollshëm, dhe tani e tendosim mirë, mbasi petët ju garantoj që nuk do të bëhen qull ose nuk do të bashkohen me njëra tjetrën. Ja. Mjafton Orin, rregull. Ashtu. Tani nxehim vajin, vendosim një tigan në zjarr, vazhdojmë me mbushjen tjetër, me mish. Do t'a lëm të grohet vaj në mënyrë që fillojmë pastaj skuqen. Patjetër. Do skuqen dhe ti do të më bësh gati tani një pjatancë të gjatë, ku do të më shtrosh pak letër kuzhine. Unë mendoj që kjo është një recetë ku sigurisht të gjithave na pëlqen, por jo kur një ditë më përpara do të kemi ngrënë përsëri të skuqura. Një herë në 2 javë, zonja Vjoca, byreçka me këto forma cilat ti i propozon nuk na bëjnë as pak dëm, sepse nuk e rezistojnë dot edhe shijes tani. Ja. Gjithçka është gati. Tani do të filloj mbushjen me mish. Kujdese, mirë është që mbushja të jetë ftohur. Një çik unë kam pak të vakët, mund ta kisha bërë përpara, po desha që gjithçka të ishte live përpara jush. Piperzi hodhëm këtu, Po. Ja. Ja dhe mbushja me mish të grirë, i bashkojmë anët, i fusim anët nga brenda, kujdes të mos na qahet. Ja. U bë. Vaj duhet jetë i nxehtë, por jo që të kaloj deri në djegje. Kemi kohë ta bëjmë edhe një tjetër. Po me mish? Me mish. Me mish. Okej.
Uj tonik, zonja Vjosa, se uj gazuar ndihmon që të zbutet peta, apo? Të zbutet peta, e ndan petën nga njëra tjetra. Ka funksione? Ka funksionet e ti. E bymen, nuk e lë që të ngjeshet. Është njësoj si kur hedhim ne, kur duam të bëjmë diçka që të na fryhet, atë majën e birës vjen. Kjo recet është mirë që të shoqërohet me diçka të lëngshme. Sup kemi dhënë, supa tani ka supa të ftohta dhe të ngrohta. Po, është e vërtet, po sinqerisht unë doja që për shembull në një ditë të tillë ku ne kemi vendosur që ta lëmë shijen të marrë fuqinë, edhe të bëjmë këto byreçka të skuqura me mish apo me djath, se jo ta kombinoni me atë supën me domate të ftohtë që ti na ke propozuar një ditë me pak kastravece, me shumë përbërës të tjerë, që besoj do ishte një ekuilibrues perfekt. Është vërtet, po ka supat ftohta të tjera që ne ja kemi propozuar në visat e disë, do vazhdojmë që të propozojmë, paktën deri më tani. Dhe supat të tjera, kështu që i kthejmë, do kemi shumë kujdes që mos të na rrëmbehen. Se marrin me njëherë pasi vaji është i nxehtë tashmë, edhe ato. Unë e ula temperaturën, që ato të fillojnë të piqen gradualisht edhe nga brenda. Po, ndërkohë që mishët ja kemi dhënë një faqe të mirë bashkë me qepin në momentin e parë, që nuk është se do të ketë si nevojë që të qëndroj gjatë. Mishi është gjysmë i gatshëm. Po, vetëm petët. Kështu që ma ke bërë gati ti më të... Po, me letër e kam gati, një moment. Vazhdojmë, ta bëjmë edhe një. Bëje. Se ndonjë nga mvisat ndoshta sapo ka ardhur, ka hapur televizorin dhe po na ndjek. Fillimisht marrim petën, e lyejmë me ndihmën e një furçe me ujë të gazuar dhe me pak vaj. Po. E palosim petën dhe bëjmë një trekëndsh. Po. Ti heqon zonja Vjosa? Ja dhe pak. Ti kthejmë nga të gjitha anët. Apo tani ato ndërkohë që skuqen zonja Vjosa dhe ngurcohet pak edhe nuk ka më rrezik që të na hapen ato. Jo. Janë shumë okay. Pasi e bëm një trekëndsh, fillojmë përsëri e lyejmë petën, Vazhdojmë bëjmë dhe një trekëndsh tjetër. Pra, petën katrore e palosim 2 herë në trekëndsh. Pa. Vëm bazën, nga vetja, dhe majën e këndit nga lartë. Fillojmë dhe bëjmë mbushje. Hedhim në qendër, pak mbushje, që zgjedhjen e bën secili nga ju sipas dëshirës. Ne këtu kemi mbushjen me qep, mish, vaj ulliri, një bustin Maggi, sigurisht vaj ullirit, se qeta s'ka se si skuqet ndryshe. Fillojmë këtu, skajet i bashkojmë njëra përmbi tjetrën. Dhe fillojmë e rrotullojmë derisa të shkojë në fund. Gjithçka është gati, e vendosim në tigan dhe e skuqim. Atëherë, 2 të parat i heqim. Janë gati. Dhe zonja Vjosa, jemi fiks në kohë pasi do të na duhet që të shkëputemi tani për pak hapësirë publicitare dhe për edicionin informativ, por do të rikthehemi sërish ashtu si çdo ditë për të përfunduar recetat. Kështu që i japim kohën që i duhet edhe skuqjes së byreçkave. Ne jemi gati që të përfundojmë dhe të vijojmë me recetat tona. Nëse byreçkat janë gati, kemi serviru, i vendosëm në pjatë, ne do të vijojmë me një tjetër recetë. Një tjetër recetë tani do të fillojmë të bëjmë supë të ftohtë me kastraveca. Prandaj thash, ti fillove të poshe. Po. Se një ngacmim na edhe. Okej. Tani për të përgatitur këtë supë, mua do të më vi shumë në ndihmë shoqja e Orit. Po, bashkë me Orin, që do të më qëroj çik vetëm degët e selinos. Okej, zonja Vjosa. Dhe, si që shikoni, në frulator ku ne vendosim zakonisht të bëjmë mëngjeset tona, me lëngje, me kos, me fruta, me çfarë dëshironi ju, sot unë pikërisht në këtë vegël, në këtë ndihmësen time të denj, do të bëj një supë të ftohtë me kastraveca. Për realizimin e kësaj recete duhet vetëm një kokër domate, 2 lugë majdanos i grirë, 1 majlugë sheqer,
pak fare krip, 250 gram kos, lëngu dhe lëkura e një limoni, një qep e njom, 3 kastraveca për ne. Nëse ju jeni shumë, atëherë do të shtoni masën e kastravecit dhe sigurisht edhe masën e një domate nga të vogël ta ktheni atë ta bëni më të madhe. Dhe fillimi dhe një degë selinoje. Siç e shikoni, kombinimi është me jeshilliqe, do të duhen pak kopër dhe pak nenegjik, vjollsëm, menders, nuk e di se si i thoni ju në familjen tuaj, ku jep një shijet veçantë dhe një aromë të mrekullueshme gatimit që do të bëjmë ne. Krip dhe piper të zi. Heqim fillimisht fijet e selinos. Ashtu. Do t'i frulatojmë të gjithë këto përbërës në frulatorin tonë. Kështu që ori. Edhe në këzë, ka një ndryshim, se ndoshta në visat në shtëpi edhe nga të rohen. Kemi shtrysën e frutave fantastike që kemi përdorur pothuaj se çdo ditë për të bërë lëngje të freskëta me fruta nga më të ndryshmet, po ndërkohë kemi edhe frulatorin, të cilin nuk e kemi përdorur vetëm për lëngje, kemi përdorur edhe për supra. Po. Kur kemi bërë kremra, por e veçanta është se përveç se është i tëri, i përbër prej metalit, gjithashtu ka dhe këtë kupën e qelçit zonja Josa që përveç cilësisë mirë është dhe super higjienike, ndërkohë që thikat e tij nuk grinë vetëm fruta apo zarzavata apo përime të ndryshme, grinë edhe akullin në atë nivel në të cilin ne e duam, prandaj edhe është shumë i këshillueshëm për bare, për restorante, përveç edhe për ambientet e shtëpisë. Selinon. Majdanozin, një kokër domate të vogël, po, një majlugë sheqer. Pak krip. Po. Ashtu. Do të hedhim kosin. Do të hedhim disa copa akulli. Po. Do të hedhim pak kopër. Tani unë nuk po e gri komplet, se më ndihmon grirësja. Po, s'ka nevoj fare, zonja Josa, as mos u lodh. Pak nenegjik. Me ndo qandime, që ne vetëm i coptojmë në copza, vetëm e bardha e një qepe të njom. Po, jo pjesa e jeshile. Po. Dhe tani, do të pastrojmë qik kastravecat nga lëkura. Do t'i bëjmë gati që t'i vendosim gjithashtu Patjetër. në frulatorin tonë. Dhe përpara se ne ta realizojmë supën, unë do doja t'i kujtoja pak gjithë miqtan që na ndjekin nga shtëpia se Kenwood të paktën në 2 pika kryesore e gjenë shumë kollaj aty pranë shallvareve tek ura zonja Vjollca, shumë afër urës, ndodhet një ndër dyqanet me logon e Kenwood ku ju nuk mund të gaboni, dhe gjithashtu tek parku i autobusave tek qendra kombëtar është një tjetër pikë e Kenwood, por nëse doni mund të klikoni dhe në faqen e Kenwood Albania në Facebook, ku mund të merrni një informacion tjetër me numrin e telefonit, pasi Kenwood ka dhe një adresë të tretë. Mjafton një telefonat dhe vjen në shtëpitë tuaja me pajisjen që ju dëshironi. Dhe kastraveci. E ndoqëm recetën grafikisht? Ja, shumë mirë, zonja Vjollca, as si të kam. Ta shohim pak regjia të lutem teksa zonja Vjollca përgatit edhe kastravecën, recetën grafike të supës së ftohtë me kastraveca. Na duen 3 deri në 4 kastraveca, një kokër domate, një dek selino, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 250 gram kos, një kokër qep e njom, lëngu dhe lëkura e një limoni, 2 lugë gjelle majdanoz, 2 lugë gjelle koper, 2 lugë gjelle nenegjik, krip, një lugë kafeje sheqer dhe pak piper i zi. Ndërkohë që sigurisht kalorit për kace për këtë recet të dytë që zonja Vjollca propozon për sot janë përkatësisht për një porcion 141 kilokalori, karbohidrate janë vetëm 11 gram, proteina janë 5.5 gram, dhe yndyrna janë 8.5 gram. Ishin këto të gjithë përbërësit plus edhe kalorit në vlera ushqyese që përmban kjo recete, nëse byreçkat me djathë dhe me kopër dhe gjithashtu me mish që propozoi zonja Vjollca kishin pak kalori, kishin pak përmbajtje të larta të vlerave. Këtë e thamë që në fillim. Tani e ekuilibrojmë.
Patjetër. Lëkurën e një limonin. Filloti, se hedhim në fund filloj ta ngri, dakord. Akullin e vendosim pak më vonë, zonja Vjollca? Rrotulloj një herë, pastaj vazhdojmë me dakord. Ashtu. Sa mirë. Pritë se po punon vetë, zonja Vjollca, është në proces pune, për qifin e vetë, që ne të rrim rehat, ja. Tani do të shtojmë lëngun e limonit, nuk po e hap. Do të shtojmë pak lëkura limoni, lëngun e limonit. Edhe lëngun e limonit? Po. Okej. Ja këtu. Lëkurat e limonit dhe një gjysmë kokre limonit të shtrydhur gjithashtu do t'i japi shijen që i duhet recetës. Do t'i vendosim dhe copat e akullit dhe gjithçka është për tu konsumuar. Atëherë unë po i jap edhe një grirje të lehtë dhe pastaj e ka rradha akulli. Dhe është më se gati. Tani, do të shtojmë akullin të fundit në listë, pasi thamë që supa do t'jetë e ftohtë, e në fakt, zonja Vjollca, akullin mund ta shtojmë edhe pak përpara se ta servirim. Patjetër. Një grirje të lehtë, shpejt e shpejt, edhe u bë. Ashtu. Ja. Edhe ky nuk është tarator, ëh? Jo. Se si që pat, në hudhër nuk futën fare brenda. Kishte shumë përbërës. Mjafton. Gati, zonja Vjollca. Shumë mirë. Çfarë kënaqësie. Ta provoj mirë këtu? Jo, se kemi akullin. Okej. Përgjithsisht atë e kemi shumë të rehatshme, zonja Vjollca, pikërisht për lëngjet apo koktejlet që mund të përdorë. Shumë mirë. Ashtu ja. Mjaft. E po nga kënaqësia dhe dëshira, pastaj është e freskët, është antioksiduese, është hidratuese. Pra, si që shikoni, dhe supa e ftohtë me kastraveca është gati. Është një supë e mrekullueshme për të shoqëruar një ushqim të thatë. Dhe në rastin konkret, unë mendova ta u sjell sot përpara jush, me që kisha byrek, byreçka të mbushëm dhe me mish të grirë, edhe me djathë dhe kopër, kështu që dhe përbërësi që kemi përdorur në supë, ka gjithë aromat, kopër, majdanos, nënexhik, kastravec, ka selinot, do më thënë, më tepër dominon ngjyra jeshile. Mjafton vetëm një kokër domate, për shije. Që na duhet për shije, ndërkohë, zonja Vjollca, recetën e dytë, supën e ftohtë me kastraveca, selinot dhe gjithë përbërësit që ti përmenda, visat, e ndoqën tani shpejt dhe kanë të freskët. Mjafton t'i vendosim në një frulator, si që kemi ne këtu, frulatorin Kenwood, që e përdorim për të për fruta, për mëngjesin, për drekën, për darkën, për gjithë shka. Me kjo shpjesa jote nuk dua të ta marrë. Për më tepër, shiko, në fakt zonja Vjollca na ke ngacmuar shumë mirë me këtë përdorimin e akullit, sepse të gjithë mendojnë akulli në frulator, po thikat, po mund të dëmtohet, po arrin ai që ta krija, po jo. Po prandaj ne themi gjithmonë që është jo vetëm për shtëpi, po edhe për profesionistët, për baret dhe për restorantet, të cilët gatuajnë edhe realizojnë koktejle nga më të ndryshme dhe akulli është një nga përbërësit që nuk mungon asnjëherë. Unë akullin e kam coptuar dhe te grirësja e qepës. Gjithmonë, zonja Vjollca, nëse na është dashur. Është një firmë e garantuar. E qartë. Ndërkohë, i themi ju bëf të mirë visave në shtëpi? Patjetër, ju bëf të mirë dhe ne ju presim përsëri nesër këtu. Byra 24. Patjetër, byreçka dhe supa e ftohtë ishin menuja e zonjës Vjollca për sot. Ju bëfshin mirë visat të dashura. Takohemi sërish ditën e nesërme, ndërkohë që do ndahemi tani bashkë me një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në Vila 24.